Një natë të rrezuar protestash u zhvillua në disa qytete të mëdha të Turqisë, përfshirë Stambollin, Ankaran dhe Izmirin, pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, i cili pritet të kandidojë për zgjedhjet presidenciale të 2028-s. Forca e rendit u përballën me mijëra manifestues, të cilët kërkonin lirimin e İmamoğlut dhe kundërshtuan akuzat për korrupsion ndaj tij, që i cilësojnë si të motivuara politikisht. Në Izmir, policia përdori topa me ujë për të shpërndar protestuesit pas urdhrit të autoriteteve për ndalimin e tubimeve, ndërsa në Ankara, gazi lojtësjedhës dhe plumbat me gomë u përdorën për të shpërndar turmat e irrituara. Pas protestave, ministri i Brendshëm njoftoi se 37 persona ishin arrestuar, duke përfshirë 261 menaxhues të rrjeteve sociale që kishin postuar materiale që nxitën dhunë dhe urrëtie në lidhje me arrestimin e İmamoğlu. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan akuzoi protestuesit se kanë humbur kontrollin dhe janë mashtruar nga opozita, duke theksuar se akuzat ndaj İmamoğlu për korrupsion janë të rënda dhe nuk kanë asnjë lidhje me politikën. Ekrem İmamoğlu pritet të zgjidhet kandidat për president nga opozita republikane të dielën me një votim që pritet të mbledh 1.5 milion anëtar të partisë.